O Allah, në besimin e kemi pas sinqerisht, andaj falë. Dhe asaj që marrë mësim për këtij hadithit është njeriu duhet me punu sinqerisht për hatër të Zotit. Tani tjetra, njeriu duhet me shoqëru veten me ata njerëz që për një me punojnë edhe ata sinqerisht për hir të tij. Para mendoni nëse njëri për këtyre treve nuk e kish pat një punë të sinqert për hatër të Zotit. Ishin me tret aty. Mirë po njeriu duhet me rrethu veten me njerëz të sinqert edhe në raport me Zotin, edhe në raport me njëri tjetrin. Për asaj që është një temë diskutime edhe të ky hadith, është sa lejohet edhe tevessuli, ndërmjetësimi tek Allahu, sikur se kanë bërë këta tre njerëz që pejgamberi alayhis salam na i përmend, e që dietarët e përmbledhin këta me disa fjalë. Thonë tevessuli ose ndërmjetësimi tek Allahu, me ndonjë vepër ose me ndonjë formë, lejohet në 3 pika. Thotë lejohet ndërmjetësimi tek Allahu me emrat e Allahut. Andaj Allahu thot në Kur'an: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Allahu t'i takojnë emrat më të mirë, luteni Allahun me to. Kështu që njeriu ka drejt kur të lutet tek Zoti, me ndërmjetësu me emër të Zotit që i përshtatet gjendjes së tij. Lejohet ndërmjetësimi tek Allahu me ndonjë punë të mirë që e ke bërë sinqerisht për hatër të Zotit. Sigur këta tre. Ose sigur se thot Allahu në Kur'an: "Alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana." Dhe ata janë që thanë ose u lutën: "O Allah, ne kemi besu, andaj na fal." Pra kanë bën ndërmjetësim tek Allahu me besim. O Allah, në besimin e kemi pas sinqerisht, andaj falna. Edhe këtë tevessul është i lejuar. Tevessuli i tretë ose ndërmjetësimi i tretë është ndërmjetësimi me ndonjë rob të mirë, ama me kusht me kon i gjallë. Që ti shkon tek ai edhe i thu: "Lutë Allahun për mua." Kjo ka qenë traditë e sahabëve dhe ka qenë traditë e gjeneratave të para, që i kanë thënë njëri tjetrit: "Kërkoj falje Allahut për mua", se kanë porositur njëri tjetrin për dua. Madje edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përcjell Omerin për umre. Omeri më ka përcjell deri në periferitë e Medinës. Edhe mas u nisa për umre, ma ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mos na harro në duat tua." Vetë pejgamberi alayhis salam i thot Omerit: "Lutë edhe për mua." Ose sigurisht pejgamberi alayhis salam i thot Omerit edhe Aliut, kur të takoni Uwais el-Qarnin, thuni le të bëni istighfar tek Allahu për juve. Pse? Sa është njëri që i pranohet lutja. Mirë po kushti është me kon i gjallë. Çdo tevessul, të ndërmjetësim tjetër, me varreza, me të vdekur ose me njerëz që nuk janë prezant, nuk është i lejuar.